Dhe çfarë rregullash etik dhe ligjor duhet të vendosur për përdorimin e këtyre robotëve dhe të inteligjencës artificiale? Shiko, shpesh thojnë teknologjia dhe inteligjenca artificiale është një bumerang, unë nuk e konsideroj është një bumerang, mund ta kthehet në bumerang dëshërisë, nuk e mendoj që është risk edhe mund ta kthehet në bumerang. Ideja është që ne duhet të dimë ta përdorim dhe ta domethënë ti nuk përdorim inteligjencën artificiale në formë, domethënë nëse se mund të themi generalist, pra të përfitojmë nga ajo, dhe jo të përfitojë inteligjenca artificiale nga ne. Ta përdorim si një instrument shumë të rëndësishëm, domethënë për ne, që të bëjmë punët sa më shpejt, t'i bëjmë me efektivitet, me rendiment më të mirë, për qëllime pozitive, dhe jo vazhdimisht ta keq përdorur. Pra kush është keq përdorimi indirekt? Që ndrimi për një kod gjatë në telefon, që shkakton problem ndryshme, si në oftalmologjie, kemi përmendur pak a shumë dhe shëndetësore etj. Në ditë për që kërkon trajtime, problem tjetër për shembull psikologjik që ndikon tek rritjet e tjera. Pra, përdorim sa më të mirë edhe në aspektin ushtarak, jo të keq përdoren apo për qëllime spionazhi për të shkaktuar problematika.